Mirëmbrëma, sonte në kohë sociale flasim për gruan shqiptare me sakrificës, dijes dhe ruajtjes së identitetit, përballë një shoqërie që shpesh ka qenë e padrejtë ndaj saj. Gruaja shqiptare ka ditur të mbajë mbi supe familjen, arsimin, kulturën dhe kujtesën kolektive. E ftuara jone sotme është Zeina Halimi, intelektuale, arsimtare, aktiviste e çështjes së gruas dhe studiuese e trashëgimisë etnokulturore, një zë i fortë që ndërthur dijen, angazhimin qytetar dhe dashurinë për traditën. Mirëmbrëma dhe mirë se erdhe në Kohë Sociale. Mirëmbrëma, mirë se u gjeta. Faleminderit për ftesën. Sa e vështirë ka qenë të jesh grua shqiptare aktive në shoqëri, veçanërisht në një periudhë kur hapësirat për gratë ishin goxha të limituara ose të kufizuara? Po kur e kemi parasysh se gruaja ka luajtur rolin thelbësor në zhvillimin edukativ të fëmijëve, të familjes, në ruajtjen e trashëgimisë kulturore, trashëgimisë etnografike, e kam parasysh se ka pas vështirësi kjo grua, cila do qoftë, ka pas vështirësi për t'i ruajtur gjithë këto vlera. A ka patur moment kur të qenurit grua ka qenë pengesë në angazhimin tuaj profesional dhe atë shoqëror? Nëse marrim personalisht për mua, nuk ka qenë edhe vështirë për të marrë pjesë, pasi dëshira ime ka qenë më e madhe se sa ato vështirësitë që i kam pas fillimisht prej familjes për mos shkollimin tim. Veçanërisht këtu kam pas pengesa prej familjes nga ana e babës, të cilët kishin dëshirë që unë ta ndërpres shkollimin qysh në moshën 14 vjeçare. Mirë po me dëshirën e madhe të nanës time, të vëllezërit e mi, unë e vazhdova shkollimin në shkollë të mesme, pra në gjimnaz. Kështu që prej atëherë i kisha pak a shumë dyert më të hapura për të punuar më shumë, për të mësuar ose për të shpallë edhe vlerat kombëtare. Sa e mbështetur ka qenë gruaja shqiptare historikisht dhe sa reale ka qenë kjo mbështetje? Historikisht, nëse e marrim prej para viteve 70, gruaja nuk ka qenë e mbështetur as pak. Nëse marrim edhe një periudhë pak më të hershme, mund të themi se gruaja ka qenë vetëm si rob i shtëpisë, ku ka punuar dhe s'ka pas të drejtë. Ne shumë mirë e dim se deri vitet e 45-50 edhe gruaja nuk ka pas drejtë as të voton, e lene më shumë. Ose edhe nëse është shkollu, ka mund të mrije deri në klasën e 4, mande kur është bë mësimi i obliguar deri në 8-ën, dhe kështu ka filluar. Por mund të themi se prej periudhës, prej viteve të 70-ta e këndej, pak ka lëviz për sa i përket shkollimit të gruas. Ne flasim shpesh për traditën, por sa e kuptojmë vërtet atë dhe sa e ruajmë? Për traditën të flasësh është shumë. Ne duhet ta kemi parasysh se tradita, se trashëgimia kulturore është ADN-ja e një populli. Nëse nuk i kemi gjuhën, nuk i kemi veshjet, nuk i kemi ritet dhe nuk i kemi trashëgimin qoftë atë materiale apo shpirtërore, ne nuk mund të flasim për një popull me lashtësi të madhe. Ne si popull shqiptar atë e kemi dhe vetëm se tash, jo vetëm tash, po edhe çdo herë duhet ta kultivojmë, ta ruajmë, që sa më gjatë ta kemi dhe për atë të shkruhet sa më shumë, se me të vërtet kemi mjaft vlera. A e kemi trajtuar neve gruan më shumë si simbol tradite apo si bardhëse aktive të saj? Gruaja trajtohet edhe si simbol, se gruaja është simboli i paqes, simboli i edukimit, simboli i ruajtjes që e përmenda pak përpara e trashëgimisë, dhe mund të quajmë edhe si simbol, se gruaja shqiptare ka qenë edhe heroin, ka qenë edhe luftëtare, ka mbrojt ardheun, ka mbrojt të mirat e këtij ardheu. A mendoni se shteti ka bërë mjaftueshëm për dokumentimin e këtyre trashëgimive kulturore shqiptare? Nëse shohim historikisht, do të vim në përfundim se shteti nuk ka bërë asgjë për sa i përket kulturës shqiptare. Përkundrazi, prej kulturës shqiptare edhe është marrë, është të them tash, ndoshta në thojza duhet ta them këtë, është vjedh prej kulturës shqiptare dhe është paraqitur si e vetja. Kjo ka qenë edhe një shkak që unë fillova të mbledh
të koleksionoj veshjet kombëtare, por jo vetëm aq. Vllau jem ishte koleksionist i pasurisë materiale, të veglave të ndryshme dhe kështu me radhë, për shkak se në muzein në Shkup, që është muzeu etnografik, aty veshja, për shembull veshja e Rekës paraqitet si veshje maqedonase. Edhe kur unë një herë reagova tash pse kështu, kjo veshje nuk është maqedonase, po tha ku jeton ti në Maqedoni, do me thanë maqedonase. Po thash unë në Maqedoni, po ne shqiptarët i kemi tipare tjera, kemi veshjen tjetër, dhe kështu erdha në konflikt me atë femnën që punonte aty. Dhe prej atëherë ashtu sikur fillova me inat edhe me më shumë ngulm, ti mbledh këto dhe ti paraqes edhe me shkrim. Sa institucionalet janë të ndjeshme ndaj kulturës, sidomos kur vijnë nga zona të vogla? Në mënyrë institucionale nuk është u bë shumë, përveç që këtë herë, mendoj për një libër më ka ndihmu Ministria e Kulturës për ta botu, por aq sa e kemi hise, ne në këtë shtet nuk kemi aq ndihmë nga institucionet shtetërore. A mendoni se rrezikohet sot trashëgimia nëse nuk dokumentohet? Normal, çdo kundi, çdo shtet ajo edhe harrohet edhe përvetësohet nga tjetër kush nëse ne nuk i dalim zot. Dhe patjetër duhet ajo të mlidhet dhe të formohen muzeje. Ne nuk kemi një muze shqiptar ku mund t'i dërgojmë, t'i çojmë ato vlera që kemi. Me siguri ka edhe tjerë koleksionistë që kanë qoftë veshjes apo pasuri materiale me karakter trashëgues, por nuk kanë ku t'i dorëzojnë. Nëse do t'i dorëzojmë në një institucion siç ishte në Shkup, aty ato nuk do të cilësohen si shqiptare. Do t'i përvetësojnë. Përvetësohen. Sa të interesuar janë gjeneratat e reja në ruajtjen e trashëgimisë dhe në rrënjët e kulturës, le të themi? Kur flasim për gjeneratat e reja, janë ashtu siç kemi punu ne. Sa kemi punu ne, qoftë në arsim, në edukim, ashtu janë edhe ato. Por nëse gjeneratave të reja u spjegohet se identiteti i një populli është trashëgimia, është gjuha, atëherë ato duhet të krenohen me atë që e kanë. Dhe një kohë sikur kjo u lambas, mirë po me përkraje të shoqënive kulturore artistike, shumë të ri u kyçën në shoqëni, kështu që ato filluan ta duan trashëgimin. Dhe fillum mandej edhe të mbajmë seminare të ndryshme, unë kam mbajt edhe seminare me student, të cilëve ju kam shpjegu për rëndësinë e trashëgimisë kombëtare, veçanërisht asaj shpirtërore dhe kësaj që është materiale, edhe kjo këtu me tekst të veçantë veshjet kombëtare, të cilat i kemi shumë të bukura, por shumë pak të ruajtura. Çfarë po humbasim neve si shoqëri kur brezi i ri nuk e njeh mirë të kaluarën? Por normal, nëse njeriu nuk e njeh vetveten, e ka vështirë të njohë edhe tjerit. Kështu që ne si popull humbasim rënjët tona. Dhe nëse një i ri nuk krenohet me të kaluarën e popullit të vet, nuk mund të themi se është i formuar si një njeri, si një person normal. A e rrezikon teknologjia këtë ruajtjen e trashëgimisë? Sidomos te brezat e rinj. Po patjetër, tash neve kur flasim për këtu kemi globalizimin. Edhe teknologjia është në çdo skaj. Shumë më lehtë vim deri te dhanat nëpërmjet teknologjisë, sepse për të marrë të dhana për trashëgimin ose për historinë duhet të shkojmë në terren. Nëse nuk shkon në terren vetëm prej të dhanave që na jep GPT-ja për shembull, aty nuk ka të dhana, se edhe ajo duhet të ushqehet me diçka, duhet dikush i të dhana t'i jep. Nëse nuk shkohet në terren, është vështirë që neve mos t'i harrojmë ato të vlerat tona kombëtare. A mendon se po bashkëjeton zhvillimi teknologjik bashkë me ruajtjen e identitetit kulturor? Po tash ato duhet ta ndihmojnë njëra tjetrën. Për shembull, sa ndihmojnë vërtet sot? Tash përpara unë për shembull nisem prej vetvetes nuk kam pas mundësi të incizoj këngët,
vitet e 70-ta, për shkak se nuk kam pas një magnetofon, kurse tani i kanë krejt, i kanë në xhep, i kanë në telefon, i kanë krejt, dhe çdo gjë munden ato ta incizojnë dhe të ngele si një dokument, si të ngele një histori. Si mund të afrohemi më shumë te trashëgimia kulturore të rinjt që le të themi njohin thjesht nga e kaluara? Po, pikë së pari duhet të fillojnë të punohet edhe në shkolla. Për të edukuar në atë frymë fëmijët, jo vetëm në shkolla, po edhe prej në kopësht. Aty ai bashkëpunimi me gjyshet, për traditat të flitet, mandej në shkolla të ketë njësi mësimore të cilat kanë të bëjnë me traditat kombëtare. Mandej kemi pas edhe përmenda se edhe kemi bë seminare të ndryshme, simpoziume, emisione televizive, dhe në këto krejt kur paraqitet edhe ajo vazhdimisht bëhet e njoftun. Unë deri para disa viteve, kur nuk kam pas diçka që kam nxjerrë me video në televizion ose edhe shumë veta nuk e kanë ditë ku është, për shembull, Reka e Epërme. Edhe se aty kanë jetuar shqiptarët musliman dhe shqiptarë ortodoks, dhe të cilët kanë pas një identitet, kanë pas një gjuhë, një traditë, një të kalume. A mendon se ka mungesë në edukimin, le të themi në përgjithësi në arsim për sa i përket trashëgimisë kulturore tek brezat e rinj? Flas në mënyrë institucionale. Unë do të tregoj diçka kështu në mënyrë praktike. Unë kam punuar si këshilltare në Ministrinë e Arsimit, kështu që kam pas rastin të vizitoj shumë shkolla dhe të mbaj seminare atje, po çdo herë kur kam mbajtur seminare kam përmendur edhe punën e trashëgimisë. Çdo herë kam cek se trashëgimin duhet ta ruajmë dhe fëmijët të dinë se duhet mos ta hudhin një gjë se ka vlerë, sado që të jetë për fëmijët e pakapshme, diçka që është me vlerë. Kështu që fillum bashkë me drejtorët të formojmë edhe këndet e trashëgimisë kulturore, veçanërisht me veshjet, me atë që nxënësit i binin. Dhe kështu ajo funksionoi një kohë të gjatë, mirë po kohën e fundit tash edhe unë nuk kam qenë, nuk e di se si është, por është edhe vështirë për t'i ruajt. Për shembull, tekstilet janë shumë të ndihshme dhe marrin edhe pluhun, mandej edhe shumë duhet të përdoren medikamente për t'i ruajtur, sepse natyrisht ato zhduken prej mikroorganizmave dhe është shumë vështirë për t'i ruajtur. Prandaj edhe prej veshjeve nuk kemi shumë rrallë mund t'i gjejmë. Çfarë do të thotë për ju të jesh gruaj që mbron kujtesën dhe trashëgimin? Për mua mendoj se është detyrë imja, si një bi shqiptare, si një bi e Rekës Epërme, se më shumë jam marrë me Rekën Epërme, por jo edhe me tjera pjesë ku janë banuar shqiptarët. Por unë kam një borxh ndaj popullit tim, një borxh ndaj vendlindjes time, dhe unë mendoj se me këtë që bëj, me këtë që unë shumë shpesh shkoj në teren dhe vizitoj kisha, po xhamia, po ndonjë shtëpi të vjetër që kanë ngel diçka, dhe me këtë unë mendoj se paguaj një borxh. A mendon se ka sot hapësirë të mjaftueshme për gra që duan të kyçen në kontributin e shoqërisë apo dhe asaj të kulturës? Unë mendoj se kanë mundësi tani edhe më shumë. Pasi tash i kemi edhe gra të shkolluar të cilat janë që kanë mbaru etnologjinë ose kanë mbaru historinë e artit, tash kemi vajza të shkolluar në këto degë, edhe djem, dhe ato shumë ma lehtë duhet të punojnë dhe t'i gjejnë këto vlera. Mirë po është problemi se këto edhe nuk punësohen. Tash shpejt unë lexova në rrjetet sociale se ka mbaru arkeologjinë dhe punonte si mësuesi si arsimtar i gjuhës maqedone, se nuk punësohet. Ne nuk kemi institucionet tonat. Këto institucionet që janë shtetënore nuk mund t'i quajmë se bëjnë diçka për ne. Edhe nëse punësohen, këto duhet të kenë, kjo puna e mbledhjes historisë, trashëgimisë, duhet të jetë jo vetëm punë, ku do marrë një rrok, po duhet të jetë pasion, që ta bën me pasion, nëse nuk e bën me pasion, nuk mund të mrije ndonjë sukses.
Çfarë rrezikon të humbasë një shoqëri nëse nuk e vlerëson gruan intelektuale? Po fillimisht unë thash se gruaja ka rolin thelbësor në zhvillimin e individit, në zhvillimin e kulturës së një populli. Dhe nëse gruaja është e pashkolluar, edhe gruas nuk i jepet t'i jepet hapësirë që ajo atë potencialin e vet intelektual dikundë ta zhvillon, atëherë ajo vetëm ngelen një anvise. Dhe qëllimi nuk ka qenë asnjëherë që gruaja të ngele vetëm një anvise, po ajo potencialin intelektual duhet edhe ta shpreh edhe në lëmi tjera. Qoftë tash mos i flasim për trashëgimin, por në shkencë, por në arsim, në shëndetësi dhe shokun. Çfarë mesazhi do t'ju jepje vajzave të reja që duan të kyçen dhe të punojnë në arsim, kulturë apo dhe në identitetin në tërësi? Mesazhi i pari do t'jetë njëherë të shkollohen, që tani nuk mund të themi se nuk kemi kushte për të shkollu, për të studiu. Mandej çdo punë që ta bëjnë me përkushtim. Jo të shkojnë në punë për të marrë një rrogë, por për të punuar dhe për të treguar vlerën e vet, potencialin e vet intelektual. Nëse dhe të ketë një pasion ndaj punës, ndaj asaj që e bën edhe jashtë orarit të punës, të kyçet në shoqata të ndryshme që mirën me trashëgimi apo që mirën me kulturë. Kemi shoqënitë kulturore artistike të cilët i pranojnë dhe kanë pak problem me vajzat, se vajzat më pak kyçen. Kemi këtu shoqëninë Xheladin Zeqiri, shoqëni kulturore artistike shumë me vlera, edhe ku me të vërtet marrin edhe njohuri, por edhe respektojnë vlerat kombëtare. Unë të falenderoj shumë për këtë bisedë dhe për të gjitha mendimet dhe eksperiencat dhe kontributin që jepni çdo ditë, qoftë në vitet kur ka qenë akoma dhe më e vështirë roli i gruas, por qoftë edhe sot. Faleminderit edhe nga ana juaj, nëse e plotësova, e përmbusha atë ju që kërkuat prej meje, por ka shumë të flitet. Për trashëgimin kulturore mund të flasim shumë. Unë falenderoj shumë. Rrëfimi i zonjës Zenja Halimi është dëshmi se ruajtja e identitetit nuk është thjesht nostalgji, por përgjegjësi. Gruaja shqiptare nuk ka qenë vetëm bartëse e traditës, por edhe mbrojtëse e saj në kohët më të vështira. Në një botë që ndryshon shpejt, kujtesa, kultura dhe roli i gruas mbetet shtylle pa të cilën shoqëria humbet orientimin. Kohë sociale, aty ku e shkuara e tashmja dhe ardhmja takohen për të ndërtuar vetdijen. Natën e mirë.